Një takim biznesi i zhvilluar në fshatin Katundirim mes disa emrave të botës së krimit në Shqipëri ka çuar në ndërhyrjen blic të forcave të policisë, të cilat kryen arrestimin e 11 personave. Por diskutimi i qetë i këtij takimi u prish pikërisht nga një telefonat që ka mbërritur në sallën e policisë në Elbasan, ku informonte se mes një grupi personash kishte disa që ishin të armatosur. Forcat të policisë kanë shkuar në vend ngjarje duke ndërhyrë dhe prishur këtë takim, ku pas kundërshtimeve fizike është bërë shoqërimi i 11 personave, mes të cilëve edhe Maksim Suçi alias Lika nga Kamza, i cili për policinë kriminale njihet si miku i ngushtë i Emiliano Shullazit, ndaj të cilit SPA ka vendosur 3 masa sigurimi arrest me burg. Gazetari Elton Qyno ka mundur të siguroj foton e Maksim Suçit dhe një personi tjetër të arrestuar nga policia, Ervin Cani, që ndodhej në vendin ku ishin mbledhur 11 personat. Nuk dihet me saktësi se cili ka qenë objekti i takimit mes të pranishmëve, por sipas policisë diçka e rëndësishme ishte për diskutim që solli dhe planifikimin e këtij takimi. Disa nga të ndaluarit janë arrestuar për veprën penale të kundërshtimit forcave të policisë, ndërsa lista e personave të arrestuar për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve vijon me Ervin Canin, shoqëruesi Maksim Suçit, Endri Doda dhe Akil Kërtusha. Të 11 personat janë ndaluar pasi u morën në pyetje nga policia e Elbasanit, ndërsa në ditët në vijim pritet të dalin përpara gjykatës së Elbasanit për të njohur me masat e sigurisë që do të kërkojë përfaqësuesi i organit të akuzës.